Mesazhi I parë. Zemra, qendra e udhëheqjes. Me një fjalë, kompasi që zgënjen smashtron. Ti mundesh me mendu që mendja është burimi I vendimeve tuja. Ama e vërteta e thellë është që zemra është boshti I zbulimit dhe qendra e vullnetit. Kurani I Madhreshëm, fjala e Allahut, përshkruan në verbrinë e vërtet, jo si verbri të syve të jashtëm, po si verbri e syrit brendshëm të zemrës. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Vërtet, nuk verbohen syt, por verbohen zemrat në krahëror. Besimtar dhe besimtare. Zemra e shnosh është ajo që I sheh të vërtetat qysh janë, pa turbullimin e dëshirave, qefeve, tekeve, kurse zemra e sëmur është ajo që e kthen bindjen në dyshim, edhe bindjen ndaj Allahut në barë, gazep, zahmet. Ndërtimi I zemrës fillon me besimin që përmirësimi I saj është projekti I parë në jetë. S'ka asgjë tjetër më të rëndësishëm se sa ky projekt. Çdo hap I pastrimit shpirtëror nis me pastrimin e kësaj qendre jetësore që është zemra. E vërteta e udhëzimit. Mos I shiko atë shumë veprat e tua, po shiko atë që I lëviz ato vepra, qëllimin në zemrën tënde.